I jepi sytë tua atij që fati I ja shkurtoi dritën, që nuk pa kur agun të zgjoj botën, as qelin duke u fikur në muzg. I jepi veshët e tua atij që nuk dëgjoj asnjëherë një të dua, as një Beethoven që I dridh zemrat, as tingullin e thjesht të jetës që rjedh. I jepi këmbët e tua atij që nuk ndjeu kripën e detit në shputa, as pulsin e tokës që rre nën hapa. I jepi ajrin tënd atij që frymën e ka marrë hua nga burime të heshtura, të shpikura për të mbijetuar. I jepi një përqafim atij që duar nuk pati ta jepte mbrapsht, as ngrohtësi për ta mbajtur botën e vet gjallë, por shpirtin mos ja jep. Shpirti është I vetmi që s'të kërkon asgjë, sepse ai gjithmonë ka diçka për të kthyer ty. Ishte ky një dedikim nga Megi Flor në 3 dhjetorin, ditën e personave me aftësi të kufizuara.